Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 43 vjeçe dhe gjithmonë kam qenë gruaj që i mban gjërat nën kontroll. Kam rritur një djalë pothuajse vetëm. Ai është 20 vjeç tashmë, student, i gjatë, i pjekur për moshën që ka. Ndonjëherë e shoh dhe më duket e pabesueshme se si ka kaluar koha. Ende mbaj mend si e çoja për dorë në kopësht. Gjithçka nisi me diçka të vogël, një lodhje që nuk më largohej, një ndjesi e çuditshme në trup. Mendova se ishte stresi, menopauza që po afrohej, apo thjesht jeta. Por kur cikli më vonua, diçka më shtrëngua në stomak. Shkova për analiza pa i thënë askujt, as shoqes time më të afërt, as djalit sigurisht. Kur mora rezultatin, më ra letra nga duart. Testi ishte xanis, doli pozitiv. Ula në një stol jashtë laboratorit dhe më iku fryma. Truri më shkoi menjëherë në vende ku nuk duhej të shkonte. Fillova të ripërtyp çdo moment të fundit, çdo situatë absurde, çdo mendim të errët që ndoshta kisha shtyr thellë brenda vetes, pa e kuptuar. Djali im jeton me mua, kemi qenë gjithmonë shumë të lidhur me njëri tjetrin, ndoshta më shumë se ç'duhet. Ai më ndihmon, më mbron, më flet hapur, dhe pikërisht kjo afërsi në atë moment paniku u kthye në armikun tim më të madh. Fillova të kem mendime që nuk i kisha pasur kurrë më parë. Mendime që më bën të ndihesha e sëmur, jo sepse kishte ndodhur diçka, por sepse frika dhe tronditja po më prishnin krejt logjikën. Më vinte turp nga vetja, turp që mendja ime guxonte të shkonte deri aty. Turp që nuk dija si t'ia shpjegoja askujt këtë ankth. Ne të tëra nuk fjeta. Rija shtrirë dhe dëgjoja frymarrjen e djalit nga dhoma tjetër dhe më vinte të qaja me zë. Vendosa të shkoja te ginekologu. I tregova analizën me duar që më dridheshin. Ai më pa dhe më tha, qet, duhet ta përsërisim, ka raste ngatërimi, sidomos në laborator privat. Ato fjalë më dhan shpresë, por edhe frikë. Po sikur të mos ishte gabim. Ditët deri në analizën e dytë ishin shumë të gjata. Çdo gjë më dukej e dyshimt. Çdo mendim më kthehej si thik. Nuk guxoja ta shikoja djalin tim në sy. Ai e ndjeu që diçka nuk shkonte, por unë vazhdoja të thosha që jam mirë. Kur erdhi dita e përgjigjes së dytë, shkova vetëm. Ula përballë mjekut dhe mbaj mend qartë fjalinë e tij. Rezultati është negativ. Analiza e parë ka qenë e gabuar. Ka pasur ngatërim mostrash. Në atë moment nuk qava, nuk fola, vetëm mbylla syt dhe mora frymë. Sikur trupi im në fund u kthye në vendin e vet. Kur dola jashtë, shpërtheva në lot. Lot çlirimi, por edhe lot turpi. Jo për diçka që kisha bërë konkretisht, por për diçka që mendja ime kishte guxuar ta imagjinonte nën presion. Më pas fola me një psikologe. Ajo më shpjegoi se tronditja, vetmia, lodhja emocionale dhe roli i gjatë si nënë e vetme mund ta shtrëmbëroj perceptimin në moment krize. Mendimet nuk janë fakte dhe nuk jam një njeri i keq pse u friksova. Atë mbrëmje për herë të parë pas disa ditësh u ula të haja darkë me djalin. E pash dhe ndjeva vetëm atë që kisha ndjerë gjithmonë. Dashuri prindërore, mbrojtje dhe krenari. Sot kur mendoj për atë periudhë më duket si një mjegull e errët nga e cila dola. Më mësoi sa e brisht mund të bëhet mendja e njeriut nën frikë dhe nën presion. Gjithashtu sa e rëndësishme është të kërkosh të vërtetën dhe jo të mbetesh peng i mendimeve. Nuk isha shtatzën, por isha e lodhur, e trembur dhe shumë njerëz nuk flasin për këtë. Kjo historia ime nuk është turp, por është thjesht një kujtesë.